Po si kur vendimi më i vështirë i jetës tënde të mos sillte asnjë shpërblim, a do ta bëje prap atë që është e drejtë? Në një Tiranë të ndarë mes shkëlqimit të qendrës dhe hijes së braktisjes, një djalë i vogël rritet pa lodra, por me parime. Kur rastësia i vë në duar diçka me vlerë, ai nuk sheh një mundësi, sheh një zgjedhje. Në vend që t'i dorëzohet uris apo hidhërimit, ai vendos të mbrojë atë që nuk është e tija. Sepse thellë, edhe pse i lënduar, ai ende ruan zërin e ëmbël që i thoshte, veprimi i drejtë kur nuk ta rëndon zemrën. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni, duke vazhduar. Qyteti i Durrësit zgjohej siç zgjohej gjithmonë, me erën e kripur të detit të përzier me naftën e kamionëve që përshkonin bulevardet drejt portit. Ishte një qytet kontradiktash të dhunshme, ku ndërtesat e xhamit reflektonin diellin e mëngjesit si pasqyra të progresit, ndërsa në rrugicat pranë skelës, mes ndërtimeve të vjetra dhe mureve të zhveshur, mjerimi këmbëngulte të ekzistonte, kokfort dhe i heshtur. Për ata që kalonin me makinë nëpër bulevardet kryesore, qyteti duke i begat, i organizuar, pothuajse evropian me kopshtet e tij të mirëmbajtura dhe shetitoret e gjera. Por mjaftonte të hidhje vështrimin disa metra anash, mjaftonte të kaloje një rrugë më pak të frekuentuar, për të kuptuar se aty, si në kaq shumë vende të tjera të Shqipërisë, pabarazia nuk ishte vetëm një statistikë, por një plagë e hapur që gjakoste çdo ditë. Genti ishte 10 vjeç dhe e njihte Durrësin deri në palc. Jo Durrësin e kartolinave, të shëtitjeve me biçikletë në shëtitore apo të apartamenteve me pamje nga deti. Genti njihte Durrësin e kontejnerëve të ndryshkur, të rrugicave ku dielli mezi hynte, të shesheve ku flihej me një sy hapur dhe tjetrin pothuajse mbyllur, gjithmonë vigjilen. Ai nuk e mbante mend saktësisht se kur kishte pushuar së pasuri një shtëpi. Kujtimet përziheshin si valet e detit, njëra duke mbuluar tjetrën, duke lënë vetëm copa imazhesh që ndonjëherë dilnin në sipërfaqe pa paralajmërim. Kujtonte nënën e tij, zonjën Drita, një grua të dobët me duar të kallojzuara dhe buzëqeshje të lodhur, që lante rroba për të tjerët dhe qepte gjatë natës për të paguar qiran e një dhome të vogël në kodrën e gjelbër. Kujtonte erën e sapunit të rrobave, zhurmën e makinës së vjetër të qepjes që nëna e tij këmbëngulte ta rregullonte vetë, dhe zërin e saj që këndonte me zë të ulët ndërsa hekuroste rrobat e të tjerëve. Nëna kishte një frazë që e përsëriste gjithmonë, si të ishte një lutje, si të ishte një mburoj kundër botës që këmbëngulte të ishte mizore me ta. Genti e dëgjonte atë pothuajse çdo ditë, veçanërisht kur kthehej nga rruga duke sjellë diçka që kishte gjetur në plehra, ndonjë shishe për të shitur, ndonjë copë metali që mund t'i sillte disa lekë. Zonja Drita e shikonte me ata sy kafe të thellë dhe thoshte, me zë të butë por të prerë, ajo që nuk është e jotja të rëndon në zemër, edhe nëse bota thot se askujt nuk i bëhet vonë. Genti nuk e kuptonte shumë mirë se çfarë do të thoshte kjo kur ishte më i vogël, por fraza i ishte ngjitur në kokë si çamçakës në këpucë, e pamundur për t'u hequr. Pastaj erdhi sëmundja. Erdhi ngadalë, si një hije që pushton pak nga pak një dhomë, derisa nuk ka më dri. Nëna filloi të kollitej, pastaj të dobësohej, pastaj të mos mund të punonte më. Ilaçet ishin të shtrenjta, qendra shëndetësore larg, radhët të pafundme. Genti e pa nënën të shuhej brenda pak muajsh, e pa trupin e saj të bëhej shumë i vogël për kockat, e pa dritën e syve të saj të fikej si një qiri në fund të dyllit. Kur ajo u largua, mori me vete atë pak stabilitet që kishte mbetur në jetën e djalit. Pa para për qiran, Gentin e nxorën jashtë. Pa të afërm, pa dokumente të rregullta, pa askënd që mund ose donte të merrte përgjegjësi për të, ai përfundoi në rrugë. Në fillim ishte e vështirë. Genti qante çdo natë, duke shtrënguar në gjoks një bluzë të vjetër të nënës që ende mbante erën e saj. Flinte nën strehet e ndërtesave, ndante mbetjet e ushqimit me qend e ndacak, ikte nga të rriturit që e shikonin me qëllime që djali nuk i kuptonte plotësisht, por që e mbushnin me frikë. Me kohën, mësoi të mbietonte. Zbuloi ku të gjente ushqim, ku të flinte me më pak rrezik, ku të lahej në shatërvanet publik kur askush nuk e shikonte. Njohu dje me vajza të tjera në të njëjtën situatë, formoi aleanca të brishta, mësoi të mos besonte dhe të besonte në të njëjtën kohë, sepse në rrugë vija midis mikut dhe armikut ishte më e hollë se një fije floku. Porti u bë territori i tij. Aty, mes kontejnerëve të grumbulluar si bloqe gjigante loje, mes kamionëve që shkonin e vinin të ngarkuar me mallra nga e gjithë bota, Genti gjente gjëra që njerëzit e tjerë i hidhnin.
Ndonjëherë ishte ushqim ende i paketuar, ndonjëherë ishin rroba që mund të përdoreshin ose të shiteshin, ndonjëherë ishte thjesht pleher, por Genti remonte gjithçka me durimin e një kërkuesi ari. Ai nuk vinte. Kjo ishte një vijë që refuzonte ta kalonte, edhe kur uria shtrëngonte aq fort sa i dukej se stomaku do ta hante nga brenda. Kujtonte nënën, frazën e saj, dhe kjo ishte si një mur i padukshëm që e pengonte të merrte atë që nuk ishte e tija. Atë pasdite maji, qielli ishte i ngarkuar me re të hirta që kërcënonin shi por nuk binin, si të ishin duke u tallur me qytetin. Genti ishte pranë kontejnerëve të zonës portuale, ku kompanitë e mëdha hidhnin mbetjet e tyre në kazan industrial. Ishte një vend i rrezikshëm, plot me kamion që bënin manovra, por ishte gjithashtu një vend ku ndonjëherë gjendeshin thesare të vërteta, të paktën për dikë si Genti. Sapo kishte tërhequr një qese plastike të grisur nga brenda një kazani kur pa, gjysmë të fshehur mes letrave të lagura dhe mbetjeve të ambalazheve, një zarf. Nuk ishte një zarf i zakonshëm. Ishte i trash, i llojit që përdoret për dokumente të rëndësishme, i bërë nga letër kafe rezistente. Në këndin e sipërm të djathtë kishte një logo të printuar në blu dhe ar, elegante dhe e sofistikuar. Genti e mori zarfin me kujdes duke pastruar pa pastërtitë që ishin ngjitur në skaje. Logoja ishte e një kompanie që ai e njihte me emër, sepse e shihte emrin e saj të stampuar në ndërtesa, në kamion, në tabela reklamuese nëpër qytet. Grupi Gjoni Import-Export Logjistik. Ishte një nga kompanitë më të mëdha të Durrësit, ndoshta të gjithë shtetit. Genti ndjeu peshën e zarfit në duar. Kishte diçka brenda, kjo ishte e sigurt. Letra, shumë letra. Reagimi i tij i parë ishte kurioziteti. Ta hapte dhe të shihte se çfarë kishte brenda. Por pastaj zëri i nënës i bëri jehon në kokë, i qartë sikur zonja drita të ishte pranë tij në atë moment, duke i pëshpëritur në vesh. Ajo që nuk është e jotja të rëndon në zemër. Genti mbylli syt për një çast. Ndjeu erën e ftohtë të pasdites që i përplasej në fytyrë, dëgjoi zhurmën e vinçave që punonin në distancë, britmat e punëtorëve të portit, bilbilin e anijeve. Pastaj mori një vendim. Ai nuk do ta hapte zarfin. Ai do ta kthente. Nëse ajo ishte aq e rëndësishme sa të ishte në një zarf të bukur si ai, me logon e një kompanie të madhe, atëherë dikush duhet të ishte duke e kërkuar. Dikush kishte nevojë për të. Dhe Genti nuk ishte hajdut. Nuk ishte. Nëna e kishte mësuar më mirë se kaq. E ruajti zarfin me kujdes nën bluzë, duke e mbrojtur nga era dhe lagështia, dhe doli nga porti duke ecur ngadalë, duke menduar se çfarë do të bënte. Natën, kur më në fund gjeti një vend relativisht të sigurt për të fjetur, një hapësirë në një shkallë në pjesën e pasme të një ndërtese tregtare të braktisur, Genti e përdori zarfin si jastëk. Nuk ishte i rehatshëm, por ishte i fortë, dhe në një farë mënyre e bënte të ndihej më pak i vetmuar. Qëndroi aty shtrirë, duke shikuar qiellin e errët përmes një të çare në tavan, duke imagjinuar se kush ishte pronari i atij zarfi. Imagjinonte një burr me kostum të rëndësishëm, ndoshta i dëshpëruar duke kërkuar ato letra. Imagjinonte se duke i kthyer zarfin, ndoshta ai burr do t'i jepte disa lekë, ose ndoshta edhe një punë të vërtetë. Por nuk ishte për shpërblimin që Genti donte ta bënte këtë. Ishte sepse ishte gjëja e duhur. Ishte sepse nëna e tij do të kishte bërë të njëjtën gjë. Të nesërmen në mëngjes, Genti u zgjua me diellin që i binte në fytyrë. U ngrit, palosi kartonët që kishte përdorur si shtrat të improvisuar, i fshehu në një cep për t'i përdorur përsëri më vonë, dhe mori zarfin që e kishte ruajtur me kujdes brenda bluzës gjatë natës. Ishte i rrudhur në skaje, por ende i plodh. Shkoi te një shatërvan në një shesh aty pranë, ku disa pensionistë kishin filluar të mblidheshin për të luajtur domino, dhe lau fytyrën me ujin e ftohtë. Lagu flokët, kaloi duar duke u përpjekur të zbusë kaçurrelat rebele, pastroi pa pastërtit nga thonjt sa mundi. Shikoi rrobat e tij. Bluza ishte e zbardhur dhe kishte disa vrima, por ishte e pastër. Pantallonat e shkurtra jeans ishin të vjetruara, por ende i bënin. Shapkate e gomës ishin të konsumuara, por nuk kishin vrima. Ai mori frym thellë, duke mbajtur zarfin në gjoks, dhe filloi të ecte. Nga porti deri në lagjen e qiellgërvishtësve ishte një ecje e gjallë. Genti e njihte rrugën sepse ndonjëherë shkonte atje për të kërkuar lëmosh pranë restoranteve të shtrenjta, megjithse nuk i pëlqente shumë ta bënte këtë. Lagja ishte një botë tjetër.
Trotuaret ishin të gjerë dhe të pastër, dyqanet kishin vitrina të ndritshme, makinat që kalonin ishin të importuara dhe bënin një zhurmë të ulët dhe të fuqishme që dukej si muzikë. Njerëzit ecnin shpejt, gjithmonë duke shikuar celularet e tyre, gjithmonë me nxitim, gjithmonë me fytyrën e dikujt që kishte diçka shumë të rëndësishme për të bërë. Genti ecte ngadalë, duke mbajtur zarfin, duke u ndier gjithnjë e më i vogël, ndërsa i afrohej adresës që kishte parë të shtypur në letër. Kur më në fund arriti përballë ndërtesës së grupit Gjoni, Genti duhej të ngrinte kokën pothuajse derisa t'i dhimbte qafa për të parë majën. Ishte një kull prej xhami pasqyrë që ngrihej drejt qiellit, duke reflektuar retë dhe ndërtesat e tjera përreth. Hyrja kryesore kishte dyrë automatike prej xhamit të kalitur, dhe Genti mund të shihte përmes tyre një hol të madh, me dysheme mermeri dhe vazo me bim gjigante. Kishte njerëz që hynin e dilnin gjatë gjithë kohës, të gjithë të veshur me rroba elegante, duke mbajtur çanta lëkure dhe gota kafeje në gota plastike të sofistikuara. Genti qëndroi në trotuar për disa minuta, vetëm duke vëzhguar. Kishte frikë. Frikë se do ta përzinin, frikë se do ta poshtëronin, frikë se do të qeshnin me të. Por pastaj kujtoi nënën, kujtoi frazën e saj, kujtoi se po bënte gjën e duhur. Mori frym thellë edhe një herë dhe u drejtua drejt derës. Sensorët zbuluan praninë e tij dhe dyert e xhamit u hapën vetë me një fishkëllim të butë, sikur po i uronin mirëseardhjen. Genti bëri 2 hapa brenda hollit dhe menjëherë ndjeu ajrin e kondicionuar të ftohtë që i përplasej në fytyrë, kaq ndryshe nga nxehtësia e lagësht e rrugës. Por para se të mund të bënte një hap tjetër, një zë i trash e ndërpreu. Një roje sigurie, një burr i madh me uniformë blu të errët dhe syze dielli, u shfaq para tij si një mur. Mund t'ju ndihmoj, djalosh? Zëri nuk ishte saktësisht armiqësor, por as miqësor. Genti gëlltiti pështymën dhe ngriti zarfin, duke ja treguar rojes. E gjeta këtë, tha Genti, zëri i doli më i hollë se sa do të donte. E gjeta në plehra afër portit. Ka logon e kompanisë. Erdha ta kthej. Roja shikoi zarfin, pastaj Gentin, pastaj përsëri zarfin. Shpreha e tij ishte mosbesuese. Qëndro këtu, urdhëroi ai dhe u largua disa hapa, duke thënë diçka në radion e lidhur në ripin e tij. Genti qëndroi aty, duke ndier të gjitha shikimet e njerëzve që kalonin nëpër hol, disa hidhnin shikime të shpejta kurioziteti, të tjerë të neverisë së fshehur, të tjerë as nuk shikonin, sikur Genti të ishte i padukshëm. Djali shtrëngoi zarfin në gjoks, duke dëshiruar të zhdukej, duke dëshiruar që kjo të mbaronte sa më shpejt. Pas disa minutash që u dukën si orë, një grua u afrua. Ishte e re, ndoshta rreth të 20-tave, me flokë kafe të lidhur në një bisht kali dhe një buzëqeshje të butë. Ajo mbante një kartë identiteti të varur në qafë dhe kishte në duar një gotë plastike. Përshëndetje i dashur, tha ajo, me zë të butë. Unë quhem Fiona, punoj në recepcion. Dëgjova se ke gjetur diçka të kompanisë. Genti tundi kokën dhe i zgjati zarfin. Fiona e mori zarfin, ekzaminoi logon, ekzaminoi gjendjen e letrës. Ku e gjetë saktësisht? Genti i tregoi. I tregoi për rrëmujat në plehra, për gjetjen e zarfit, për vendimin për ta sjellë mbrapsht. Fiona dëgjonte me vëmendje dhe Genti e kuptoi se ajo po e dëgjonte vërtet, jo vetëm duke pretenduar. Kur mbaroi së foluri, Fiona buzëqeshi përsëri dhe i zgjati gotën që kishte në dorë. Është ujë. Duhet të kesh etje pas gjithë kësaj ecjeje deri këtu. Genti e mori gotën me të dyja duart, sikur të ishte diçka e çmuar, dhe piu ngadalë, duke ndier ujin e freskët që i zbriste në fytyn e thatë. Faleminderit, pëshpëriti ai. Por para se Fiona të mund të thoshte diçka tjetër, një zë i mbret bëri jehon nëpër hol, duke i bërë të dy të ktheheshin. Çfarë po ndodh këtu? Zëri vinte nga një grua që ecte drejt tyre me hapa të sigurt dhe të vendosur. Ajo mbante një kostum bezh të patëmet, taka të larta që godisnin dyshemen e mermerit si goditje çekiçi, dhe mbante një çantë lëkure nën krah. Flokët bjond ishin të lidhur në një topuz të përsosur, grimi ishte diskret por i patëmet, dhe vështrimi ishte i ftohtë si akulli. Genti nuk e dinte kush ishte ajo grua, por ndiu një të dridhur që i përshkoi shtyllën kurrizore kur ajo u ndal para tij dhe e shikoi nga lart me një shprehje përbuzjeje absolute. Kjo ishte Valbona Dejda, drejtoresh administrative e grupit Gjoni dhe një nga njerëzit më të fuqishëm në atë kompani. Fiona u drejtua menjëherë duke marrë një qëndrim më formal. Doktoresh Valbona, ky djalë gjeti një zarf me logon e kompanisë dhe erdhi ta kthej.
Valbona ja mori zarfin Fionës nga duart pa ceremoni dhe e ekzaminoi me sy kritik. Ishte i ndotur, i rrudhur, qartësisht kishte ardhur nga plehra. Ajo ngriti njërën vetull dhe e shikoi Gentin sikur të ishte një insekt. Dhe çfarë kërkon në këmbim? Pyetja erdhi e thatë, e drejt për drejt. Genti u hutua. Asgjë, zonjë. Vetëm doja të ktheja atë që nuk është e imja. Valbona lëshoi një të qeshur të shkurtër, pa humor. Ah, sa e përshtatshme. Një djalë rruge shfaqet këtu me një zarf që thot se e ka gjetur në plehra dhe nuk do asgjë. Ajo shikoi përreth, te punonësit që kishin filluar të mblidheshin diskretisht për të vëzhguar skenën. A e besoni ju këtë? Askush nuk bën asgjë falas në këtë botë. Ajo u kthye përsëri te Genti, duke i drejtuar zarfin si të ishte një armë. Kjo këtu është plehrë. Nëse ishte në plehra, është sepse dikush e ka hedhur. Nuk ka asgjë të rëndësishme këtu. Ti ndoshta mendove se do të fitoje ca para me këtë, apo jo? Erdha të kthej plehrën e vogël dhe tani dua një shpërblim. Sa i zgjuar. Genti ndjeu fytyrën ti nxehej. Nuk ishte turp, ishte indinjat. Ai nuk kishte ardhur aty për t'u poshtëruar. Nuk kishte ardhur aty duke pritur asgjë. Kishte ardhur sepse ishte gjëja e duhur, sepse nëna e kishte mësuar kështu. Por fjalët nuk i dilnin. Fyti ishte mbyllur, syt po fillonin t'i digjinin. Valbona vazhdoi, tani duke ju drejtuar rojes së sigurisë. Largoje këtë djalë nga këtu menjëherë. Nuk dua të shoh njerëz të tillë brenda kompanisë sime. Dhe ti, Fiona, ktheu në postin tënd. Nuk kemi kohë për të humbur me këtë. Fiona e shikoi Gentin me një shprehje keqardhjeje, por nuk tha asgjë. Roja tashmë po vinte drejt djalit kur Genti, më në fund, gjeti zërin e tij. Unë vetëm doja të bëja gjën e duhur, tha ai, me zë të ulët por të prerë. Nëna ime më ka mësuar se ajo që nuk është e jotja të rëndon në zemër. Unë nuk dua asgjë nga ju. Vetëm doja ta ktheja. Vetëm kaq. Dhe pastaj, pa pritur përgjigje, Genti u kthye dhe eci drejt dyerve automatike, të cilat u hapën që ai të dilte. Faqet i digjinin, jo nga turpi, por nga zemërimi. Zemërim kundër asaj gruaje, kundër botës, kundër padrejtësisë së gjithçkaje. Ai pothuajse kishte kaluar rrugën kur dëgjoi hapa të shpejt pas tij. Ishte Fiona, duke vrapuar me vështirësi me këpucët me taka të ulta. Genti, prit. Ajo e arriti dhe i futi diçka në duar. Ishte një byrek me djath ende i ngrohtë, i mbështjell në një pecet letre. Më vjen shumë keq për atë që ndodhi atje brenda, tha ajo, zëri plot sinqeritet. Ti bëre gjën e duhur. Mos lejo askëm të thotë të kundërtën, në rregull. Genti shikoi byrekun, pastaj Fionën dhe ndjeu syt t'i digjnin përsëri, por këtë herë për një arsye tjetër. Faleminderit, përshpëriti ai. Fiona buzëqeshi, i shtrëngoi lehtë shpatullën dhe u kthye me vrap në ndërtesë. Genti qëndroi aty në trotuar, duke mbajtur byrekun e mbështjell, duke ndier erën e mirë që i ngjitej në hunë. Pastaj filloi të ecte përsëri drejt portit, ngadalë, duke përtypur byrekun pak nga pak, duke lënë shijen e djathit të shkrirë t'i mbushte gojen dhe, për disa çaste, ta bënte botën të dukej pak më pak mizore. Ajo që Genti nuk e dinte, ajo që askush aty në hol nuk e dinte, ishte se në katin e fundit të asaj ndërtese xhami, në një zyrë të madhe me pamje panoramike mbi të gjithë qytetin e Durrësit, një burr po shikonte gjithçka përmes kamerave të sigurisë së brendshme. Emri i tij ishte Anton Gjoni dhe ai ishte themeluesi dhe presidenti i grupit Gjoni. Ishte 52 vjeç, me flokë të thinjur dhe një fytyrë të shenjuar nga rrudhat që tregonin histori netësh pa gjumë, vendimesh të vështira, një jetë të tërë të dedikuar për të ndërtuar diçka nga hiçi. Antoni kishte lindur pikërisht aty në Durrës, por jo në durrësin e ndërtesave të xhamit. Kishte lindur në një barak druri në Kodrën e Gjelbër, djali i një punëtori porti dhe një robalarseje, i rritur mes varfërisë dhe luftës së përditshme për mbijetesë. Kishte pasur sukses në jetë me shumë punë, shumë studim dhe shumë vendosmëri, dhe kur nuk e kishte harruar se nga vinte. Ndërsa shikonte skenën në hol, duke parë Valbonën të poshtëronte atë djalë që vetëm ishte përpjekur të bënte gjën e duhur, Antoni ndjeu diçka t'i shtrëngohej në gjoks. Ndjeu zemërim, ndjeu trishtim, ndjeu turp. Turp që kishte vendosur njerëz si Valbona në pozicione pushteti brenda kompanisë që ai kishte ndërtuar.
Njerëz që kishin harruar, ose ndoshta kur nuk e kishin ditur, se çfarë ishte të kishe dinjitet kur nuk ke asgjë. Njerëz që matnin vlerën e të tjerëve nga rrobat që vishnin, nga adresa ku jetonin, nga gjendja e llogarisë bankare. Antoni mori telefonin e brendshëm dhe i ra sigurisë. "Silleni atë zarf menjëherë në zyrën time", urdhëroi ai me zë të rëndë. "Dhe zbuloni se kush është ai djalë. Dua të flas me të." Pastaj e mbylli dhe qëndroi aty duke shikuar nga dritarja qytetin që shtrihej poshtë, duke menduar për gjithçka që kishte arritur dhe për gjithçka që ndoshta kishte humbur gjatë rrugës. Zarfi arriti në zyrën e Anton Gjonit 10 minuta më vonë, i sjell nga vetë shefi i sigurisë. Burri hyri në dhomë me hapa të kujdesshëm, sikur të mbante një bombë gati për të shpërthyer, dhe e vendosi zarfin mbi tavolinën masive të Moganit me një delikatesë të tepruar. "Zoti Gjoni, ja ku është ajo që kërkuat. Djali tashmë është larguar, por kemi siguruar disa imazhe të tij nga kamerat e jashtme. Mund ta gjurmojnë nëse dëshironi." Antoni tundi kokën, por vëmendja e tij tashmë ishte plotësisht e përqendruar te zarfi i kafes që tani pushonte para tij, me skajet e rrudhura dhe logon e kompanisë të njollosur me diçka që dukej si vaj. Antoni e largoi shefin e sigurisë me një gest dore dhe mbeti vetëm në dhomë. Për disa çaste vetëm e shikoi zarfin, sikur të mund të deshifronte përmbajtjen e tij përmes letrës së errët. Pastaj, me lëvizje të ngadalta dhe të qëllimshme, mori një hapse letrash nga sirtari dhe preu me kujdes vulën që, çuditërisht, ishte ende e paprekur. Djali nuk e kishte hapur. E kishte gjetur në plehra, mund ta kishte parë, mund të kishte prekur, por nuk kishte bërë asgjë nga këto. Vetëm e solli mbrapsht. Antoni ndjeu një respekt të thellë për atë fëmijë që as nuk e njihte, dhe në të njëjtën kohë një therrje dhimbjeje duke menduar se si e kishte trajtuar Valbona. Hapi zarfin dhe derdhi përmbajtjen mbi tavolinë. Ishin letra. Shumë letra. Flekë të kapura me kapse, dokumente me vula zyrtare, kontrata, pasqyra bankare. Antoni filloi t'i shfletonte ngadalë, sytë e tij me përvojë skanonin informacionet me saktësinë e dikujt që ka kaluar dekada duke lexuar kontrata dhe duke analizuar shifra. Në fillim, gjithçka dukej normale. Kontrata importi, marrëveshje me furnitor ndërkombëtar, dokumente logjistike. Por pastaj, në faqen e 5, diçka i tërhoqi vëmendjen. Ishte një kontratë shërbimi me një kompani për të cilën nuk kishte dëgjuar kurrë. Millennium Consulents dhe Asistencë SRP, vlera e kontratës ishte e lartë, shumë e lartë. 500.000 lekë në muaj për shërbime konsulence administrative. Antoni rudhi ballin. Ai njihte të gjitha kontratat e rëndësishme të kompanisë, ose të paktën duhej t'i njihte. Ishte pjesë e punës së tij, edhe pse kishte deleguar shumë funksione operacionale vitet e fundit për shkak të problemeve shëndetësore. Vazhdoi të lexonte. Kishte një nënshkrim në fund të kontratës. Nënshkrimi i tij. Ose të paktën diçka që i ngjante shumë nënshkrimit të tij. Por Antoni ishte absolutisht i sigurt se kur nuk e kishte nënshkruar atë dokument. Ishte i sigurt sepse mbante mend çdo kontratë të madhe që nënshkruante, dhe kur nuk kishte autorizuar gjysmë milioni lekë në muaj për një kompani fantazm që ndoshta as nuk ekzistonte vërtet. Zemra e Antonit filloi të rrite më shpejt. Vazhdoi të shfletonte letrat me duar tani pak të dridhura. Gjeti më shumë kontrata të ngjashme. Gjeti pasqyra bankare që tregonin transferta të rregullta në llogari të kompanive me emra gjenerik. Gjeti fatura të falsifikuara. Gjeti një rrjet kompleks të shpërdorimeve financiare që ndoshta kishte funksionuar prej muajsh, ndoshta vitesh, pikërisht nën hundën e tij. Dhe në të gjitha dokumentet, të gjitha autorizimet mashtruese, kishte një gjë të përbashkët, nënshkrimi i tij i falsifikuar dhe vula e drejtorisë administrative. Antoni u mbështet në karrigen e lëkurës, duke ndjer peshën e gjithë kësaj që i binte mbi supe si një ortej. Dikush brenda kompanisë, dikush me akses në dokumente të ndjeshme, dikush me fuqi të mjaftueshme për të krijuar kontrata dhe për të lëvizur para, po e vifte. Po vifte kompaninë që ai e kishte ndërtuar me duart e veta, tull pas tulle, kontratë pas kontrate. Dhe më e keqja ishte se kishte një dyshim shumë të fortë se kush ishte ky person. Valbona Deda kishte marrë drejtorinë administrative 3 vjet më parë, e sjell me rekomandimin e një antari të bordit që ishte miku i saj. Antoni kishte rënë dakord me punësimin sepse ajo dukej kompetente, efikase, dikush që mund t'ia hiqte peshën administrative dhe ta linte të përqendrohej në strategjitë e zgjerimit.
por ndoshta kishte qenë një gabim. Një gabim i madh. Antoni kaloi pjesën tjetër të pasdites i mbyllur në zyrë, duke telefonuar departamentin ligjor të kompanisë, kontabilistin e tij personal, njerëz të besuar. Kërkoi një auditim të plotë dhe diskret të gjitha transaksioneve financiare të 3 viteve të fundit. Kërkoi që të gjurmonin kompanitë e listuara në kontratat mashtruese. Dhe kërkoi që të bënin gjithçka në fshehtësi absolute, sepse nëse Valbona do ta dinte se po hetoi, mund të shkatëronte provat ose të arratisej me paratë. Rreth orës 7 të mbrëmjes, kur dielli tashmë po perëndonte mbi Durrës dhe qielli merrte nuanca portokalli dhe roz, Antoni më në fund pati konfirmimin që i friksoi. Kompanitë e listuara në kontrata ishin të gjitha fantazma, të regjistruara në adresa false, me ortak që ishin maska. Dhe të gjitha ishin krijuar menjëherë pasi Valbona mori drejtorinë administrative. Gjurma e parave ishte e qartë si uji i kristalt për këdinte ku të kërkonte. Valbona kishte shpërdoruar më shumë se 10 milion lekë nga kompania në 3 vitet e fundit. Antoni ndjeu një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi aq intensive saqë për një moment mendoi se do të pësonte infarkt. Por nuk mund t'ia lejonte vetes një infarkt tani. Duhej të vepronte. Duhej ta ekspozonte atë mashtrim dhe të siguronte që Valbona të paguante për gjithçka që kishte bërë. Por para kësaj, kishte diçka tjetër që duhej të bënte. Duhej ta gjente atë djalë. Djalin që kishte kthyer zarfin edhe pse mund ta kishte hedhur, edhe pse mund të ishte përpjekur ta shiste ose ta shantazhonte. Djalin që kishte më shumë integritet në gishtin e vogël se sa Valbona në të gjithë trupin e saj. Antoni i ra përsëri sigurisë. E gjetët djalin? Përgjigja erdhi shpejt. Po, zotëri. Ai u kthye në zonën e portit. Zakonisht rri atje. Folëm me disa tregtar të zonës dhe zbuluam se emri I tij është Genti. Është rreth 10 vjeç, jeton në rrugë që kur I ka vdekur nëna. Antoni mbylli syt për një moment duke ndjer peshën e atyre fjalëve. 10 vjeç. Duke jetuar në rrugë. Vetëm. Dhe prap se prap, me gjithë atë vështirësi, kishte zgjedhur të bënte gjën e duhur. Dërgoni dik ta kërkoj, urdhëroi Antoni. Por me delikatesë. Nuk dua që të friksohet. Thuajini se do të doja të flisja me të, ta falenderoja personalisht. Dhe thuajini se nuk ka asnjë problem, përkundrazi. Gjetja e Gentit nuk ishte e vështirë. Të nesërmen në mëngjes, Fiona u ofrua të shkonte personalisht në port, ajo kishte mbetur duke menduar për djalin që nga dita e djeshme, duke u ndier keq për mënyrën se si e kishte trajtuar Valbona. Kur më në fund e gjeti, pranë të njëjtëve kontejner ku ai kishte gjetur zarfin, Genti po ndante një copë bukë me 3 djem të tjerë që dukeshin të ishin në moshë të ngjashme me të. Të gjithë ishin të dobët, të ndotur, me rroba të vjetruara, por kishte diçka në sytë e tyre që nuk ishte plotësisht e mposhtur. Ishte sikur ende ruanin një shkëndijë shprese, sado e vogël të ishte. Genti, e thiri Fiona, duke u afruar ngadalë për të mos e trembur. Djali u kthye, e njohu vajzën e recepcionit dhe rudhi ballin me dyshim. Çfarë do? Fiona buzëqeshi. Erdha të kërkoj sepse pronari I kompanisë, zoti Anton Gjoni, do të flas me ty. Genti bëri një hap prapa. Nuk kam bërë asgjë të keqe. Vetëm e ktheva zarfin. E di, tha Fiona shpejt. Dhe pikërisht për këtë ai do të njohë. Për të falënderuar. Ti nuk ke asnjë problem, Genti. Përkundrazi. Genti shikoi miqtë e tij, të cilët vëzhgonin gjithçka me kuriozitet të përzier me frikë. Pastaj shikoi përsëri Fionën. Do të më jap para? Nuk e di, u përgjigj Fiona sinqerisht. Por e di që ai u impresionua shumë me atë që bëre dhe do të flas me ty, a vjen? Genti mendoi për një kohë të gjatë. Një pjesë e tij donte të refuzonte, donte të vazhdonte jetën e tij pa u përzier me ata njerëz të pasur që e kishin poshtëruar. Por një pjesë tjetër e tij, pjesa që ende kishte shpresë, pjesa që ende besonte se gjëra të mira mund të ndodhnin, I pëshpëriste se ndoshta ia vlente të provojë. Në rregull, tha ai më në fund. Do të vi. Fiona e çoi Gentin përsëri në ndërtesën e kompanisë, por këtë herë nuk e futi nga holli kryesor. Përdori një hyrje anësore direkt në ashensorët ekzekutiv, duke shmangur shikimet e kuriozitetit dhe gjykimit të punonjësve. Brenda ashensorit, Genti qëndroi në heshtje, duke vëzhguar numrat e kateve që ngjiteshin gjithnjë e më lart.
Kur më në fund dyert u hapën në katin e fundit, ai doli në një korridor elegant, me tapet të butë dhe mure të dekoruara me piktura moderne. Fiona e udhëhoqi deri te një derë e dy fish prej drurit të errët, trokiti lehtë dhe e hapi. Zyra e Anton Gjonit ishte e pamas. Kishte një mur të tërë prej xhami me pamje nga i gjithë qyteti, një tavolinë të madhe, rafte plot me libra dhe trofe, dhe një divan lëkure që dukej se kushtonte më shumë se gjithçka që Genti kishte parë në jetën e tij. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen djalit ishte burri që u ngrit nga pas tavolinës dhe erdhi drejt tij. Anton Gjoni nuk ishte ai që Genti priste. Nuk kishte atë pamje arrogante dhe të ftohtë të njerëzve të pasur që shiten në revista. Kishte flokë të thinjur pak të shpupuritur, sy të lodhur por të butë, dhe mbante një këmishë të thjeshtë, pa kravat, me mëngët e përveshura deri në bërryla. Ti duhet të jesh Genti, tha Antoni, dhe kishte diçka në zërin e tij që ishte e ngrohtë, mikpritse. Unë quhem Anton. Gëzohem që të njoh. Ai i zgjati dorën. Genti shikoi dorën për një moment, hezitues, pastaj ja shtrëngoi. Dora e Antonit ishte e madhe dhe e kallojzuar, dhe shtrëngimi ishte i fortë, por jo dërmues. Të lutem, ulu, tha Antoni, duke treguar divanin. Dëshiron diçka për të pirë? Ujë? Lëng? Pije freskuese? Genti tundi kokën në shenjë pohimi, fyti papritur i ishte tharë shumë. Antoni i kërkoi Fionës të sillte lëngje dhe diçka për të ngrënë. Kur mbetën vetëm, Antoni u ul në një koltuk përballë djalit, duke u përkulur përpara me bërrylat mbi gjunjë. Genti, unë e pash atë që ndodhi dje në hol, filloi Antoni, dhe zëri i tij ishte i ngarkuar me emocion. E pash se si u trajtove, dhe dua të dish se ndihem i turpëruar. I turpëruar që kam njerëz të tillë që punojnë në kompaninë time. I turpëruar që nuk e kam kuptuar më parë se çfarë lloj njerëzish po vendosja në pozicione pushteti. Ti bëre një gjë të jashtëzakonshme duke e sjell atë zarf mbrapsht. Shumë njerëz, përfshirë të rriturit, nuk do ta kishin bërë të njëjtën gjë. Genti nuk dinte çfarë të thoshte, kështu që qëndroi i heshtur. Antoni vazhdoi. Ai zarf që gjete përmbante prova të diçkaje shumë serioze. Prova se dikush brenda kësaj kompanie po vinte para, po falsifikonte dokumente, po përdorte emrin tim për të bërë gjëra të gabuara. Dhe po të mos ishe ti, po të kishe hedhur thjesht atë zarf ose ta kishe shitur dikujt, unë ndoshta kur nuk do ta kisha zbuluar. Ti më shpëtove, Genti. Shpëtove kompaninë që kam kaluar gjithë jetën duke e ndërtuar. Genti u hutua, duke përpunuar ato fjalë. Nuk e dija se kishte diçka të rëndësishme aty brenda, pranoi ai. Unë vetëm doja ta ktheja sepse nëna ime gjithmonë thoshte se ajo që nuk është e jotja të rëndon në zemër. Antoni ndjeu syt t'i digjinin. Nino Gjout ishte një grua shumë e mençur, tha ai butësisht. Më trego për të nëse dëshiron. Dhe Genti i tregoi. I tregoi për zonjën Drita, për rrobat që ajo lante dhe qepjet që bënte natën vonë. I tregoi për sëmundjen, për mënyrën se si ajo ishte shuar, për ditët e saj të fundit në një spital publik të mbipopulluar. I tregoi se si kishte përfunduar në rrugë, për urinë, të ftohtin, frikën. I tregoi gjithçka me zë të ulët por të prerë, pa kërkuar keqardhje, vetëm duke raportuar faktet ashtu siç ishin. Antoni dëgjoi gjithçka në heshtje, dhe kur Genti mbaroi, kishte lok në syt e burrit më të pasur të asaj ndërtese. E di, Genti, tha Antoni pas një momenti, duke fshirë diskretisht syt me shpinën e dorës, unë u rrita në një vend shumë të ngjashëm me tëndin. Babai im ishte punëtor porti këtu në portin e Durrësit, nëna ime lante rroba për të tjerët. Ne jetonim në një barak druri në kodrën e Gjelbër dhe kishte kohë kur nuk kishim çfarë të hanim. E di se çfarë do të thotë të kesh uri. E di se çfarë do të thotë të zgjohesh në mes të natës me të ftohtë dhe të mos kesh batanie të mjaftueshme. E di se çfarë do të thotë të shikojnë nga lart poshtë për shkak të rrobave që vesh ose vendit ku jeton. E di, Genti. Dhe pikërisht për këtë jam edhe më i impresionuar me ty sepse edhe duke kaluar gjithë këtë, ti nuk e humbe dinjitetin tënd. Nuk i humbe vlerat e tua. Fiona u kthye me një tabaka plot me sanduiçe, lëngje dhe fruta. I vendosi të gjitha mbi tavolinën e vogël dhe doli diskretisht. Antoni e inkurajoi Gentin të hante dhe djali nuk pati nevojë për ftesë të dy. Ishte i uritur. Ndërsa Genti hante, Antoni shpjegoi se çfarë do të ndodhte në ditët në vijim.
Do të thërriste një mbledhje të jashtëzakonshme të bordit administrativ për të ekspozuar mashtrimin. Do t'i dorëzonte të gjitha provat autoriteteve kompetente. Dhe do të siguronte që personi përgjegjës të përgjigjej për veprimet e tij. Por para kësaj, dua të bëj diçka për ty, Genti, tha Antoni. Dua të të ndihmoj. Jo nga keqardhja, por sepse ti e meriton. Sepse nëna jote të ka rritur siç duhet dhe ti e nderon kujtimin e saj çdo ditë me zgjedhjet e tua. Genti ndaloi së përtypuri dhe e shikoi Antonin me sy të zgurdulluar. Të më ndihmoni si? Antoni mori frym thellë. Prej kohësh kam dashur të krijoj një institut për të ndihmuar fëmijët në situatë të vështirë. Tu jap arsim, strehim, mbështetje psikologjike, mundësi të vërteta. Por gjithmonë e shtyja, gjithmonë kisha një prioritet tjetër, gjithmonë kishte diçka tjetër që dukej më urgjente. Ti më kujtove pse doja ta bëja këtë. Ti më kujtove se kush isha unë para se të kisha gjithë këtë këtu. Kështu që do ta krijoj këtë institut dhe ti do të jesh përfituesi i parë. Jo si një favor, por si një e drejtë. Të gjithë meritojnë një shans, Genti. Veçanërisht njerëz të mirë si ti, Genti, nuk mundi t'i mbante lotët. Ato i rodhen në përfytyrën e dobët, duke pastruar gjurmët në papastërtinë e akumuluar. Antoni u ngrit, shkoi te djali dhe i vuri dorën në shpatull. Nuk ka nevojë të qash, tha ai butësisht. Vetëm duhet të vazhdosh të jesh ai që je. Të vazhdosh të nderosh nënën tënde. Të vazhdosh të bësh gjën e duhur edhe kur është e vështirë. A mund ta bësh këtë? Genti tundi kokën në shenjë pohimi, i path të fliste nga nyja në fy. Në ditët në vijim, gjërat ndodhen shpejt. Antoni mobilizoi ekipin e tij ligjor, mblodhi të gjitha provat, bëri kopje të gjitha dokumenteve. Dërgoi për auditim çdo qindark që ishte shpërdoruar, gjurmoi çdo kompani fantazm, lidhi të gjitha pikat e mashtrimit. Dhe kur më në fund pati gjithçka në dorë, thiri mbledhjen e jashtëzakonshme që do të ndryshonte gjithçka. Ishte një e njëjtë me shi kur të gjithë anëtarët e bordit administrativ u mblodhen në sallën e konferencave të katit të fundit. Valbona Deda hyri me besimin e saj të zakonshëm arrogant, e veshur me një tjetër kostum të patëmet, duke mbajtur çantën e saj të lëkurës sikur të ishte një mburoj. Ajo i përshëndeti të gjithë me buzëqeshje të llogaritura, u ul në karrige sikur të ishte një fron, dhe priti që mbledhja të fillonte, pa idenë më të vogël se çfarë do të ndodhte. Antoni ishte në krye të tavolinës me një shprehje serioze që të gjithë e njihnin si paralajmërim të diçkaje të rëndësishme. Mirëmëngjes të gjithëve, filloi ai. Ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë mbledhje të jashtëzakonshme. Çështja që do të trajtojmë sot është serioze dhe do të ndryshojë drejtimin e kësaj kompanie. Para se të filloj, dua të dini se gjithçka që do të thuhet këtu është e dokumentuar, e provuar dhe tashmë u është përcjell autoriteteve kompetente. Një murmurim përshkoi sallën. Valbona rudhi lehtë ballin, por e ruajti qetësinë. Antoni vazhdoi. 3 ditë më parë, një djalë 10 vjeç që jeton në rrugë hyri në këtë ndërtesë duke mbajtur një zarf që e kishte gjetur në plehra. Ky djalë mund ta kishte injoruar zarfin, mund ta kishte hedhur, mund të ishte përpjekur të përfitonte nga situata. Por ai nuk bëri asgjë nga këto. Ai erdhi këtu për të kthyer atë që nuk ishte e tija, duke mos pritur absolutisht asgjë në këmbim. Disa prej jush e din për kë po flas. Disa prej jush e pan se si u trajtua ky djalë këtu brenda. Valbona ndjeu një shtrëngim në stomak, por e mbajti fytyrën të palvizur. Antoni mori një zarf të trash që ishte para tij, të njëjtin zarf që Genti kishte sjell, tani i pastër dhe i organizuar. Brenda këtij zarfi, vazhdoi ai, kishte dokumente që ekspozojnë një mashtrim sistematik që ka ndodhur në këtë kompani prej të paktën 3 vitesh. Kontrata me kompani fantazma, shpërdorime parash, nënshkrime të falsifikuara. Gjithçka e orkestruar nga dikush me akses të privilegjuar në informacione të ndjeshme. Dikush që ka abuzuar me besimin që i është dhënë. Nëse do të ishit në vendin e Antonit, a do ta kishit konfrontuar personin përgjegjës përballë të gjithëve apo do ta kishit menaxhuar situatën në mënyrë më private? Na tregoni në komente. Heshtja në sallë ishte aq absolute sa që mund të dëgjohej shiu që binte në dritare. Antoni hapi zarfin dhe filloi të shpërndante kopje të dokumenteve për të gjithë në tavolinë. Kontrata mashtruese, pasqyra bankare, regjistrime të kompanive fantazma. Çdo faqe ishte një provë e pakundërshtueshme.
Dhe ndërsa të gjithë lexonin me shprehje gjithnjë e më të tronditura, Antoni më në fund tha atë që të gjithë kishin filluar të dyshonin. Personi përgjegjës për këtë mashtrim është në këtë sallë në këtë moment. Valbona Deda, drejtoresh administrative e kësaj kompanie, ka shpërdoruar më shumë se 10 milion lekë në 3 vitet e fundit përmes një skeme komplekse të kompanive fantazma dhe kontratave mashtruese. Valbona ndjeu botën të shembej rreth saj. U përpoq të ruante qetësinë, u përpoq të buzëqeshte sikur kjo të ishte një keqkuptim absurd. Kjo është qesharake, tha ajo, por zëri i doli më pak i prerë se sa synonte. Këto akuza janë plotësisht të pabaza. Nuk do të pranoj të shpifem në këtë mënyrë. Antoni e shikoi me një përzierje keqardhjeje dhe neverie. Provat janë këtu, Valbona. Nënshkrimi yt është në të gjitha dokumentet e krijimit të kompanive fantazma. Depozitat bëheshin në llogari të lidhura me ty përmes maskave që tashmë kanë rrëfyer gjithçka në dëshmi. Regjistrat bankar tregojnë se ti ke marrë transferta të rregullta nga këto kompani. Nuk ka si të mohohet. Ti më ke vjedhur mua. Ke vjedhur këtë kompani. Na ke vjedhur të gjithëve ne. Valbona u përpoq të ngrihej, por këmbët nuk i përgjigjeshin. U përpoq të fliste, por fjalët nuk i dilnin. Shite të gjitha fytyrat rreth tavolinës që e shikonin me përbuzje, me neveri, me zhgënjim. Gjithçka që kishte ndërtuar, e gjithë karriera e saj, e gjithë reputacioni i saj, po shembej brenda pak minutash. Dhe më e keqja ishte të dinte se ishte kapur për shkak të një djali rruge, një askushi që ajo e kishte përbuzur dhe poshtëruar. Ironia ishte tepër mizore për t'u duruar. Prania jote nuk është më e nevojshme në këtë kompani, tha Antoni me zë përfundimtar. Je e pushuar nga puna me të drejtë. Autoritetet tashmë janë njoftuar dhe ti do të përgjigjesh penalisht për gjithçka që ke bërë. Të sugjeroj të gjesh një avokat. 2 roje sigurie hynë në sallë sikur të ishin thirrur paraprakisht. Valbona u ngrit më në fund me këmbë të dridhura dhe fytyrë të zbehë. Nuk tha asgjë më. Vetëm mori çantën e saj dhe doli nga salla e shoqëruar, duke lënë pas pushtetin, statusin dhe jetën që kishte ndërtuar mbi gënjeshtra dhe vjedhje. Kur dera u mbyll pas saj, Antoni shikoi të gjithë të pranishmit në tavolinë. Dhe vazhdoi. Antoni mori frym thellë para se të vazhdonte të fliste para bordit administrativ. Ende po përpunonte gjithçka që sapo kishte ndodhur, dëbimin e Valbonës, ekspozimin e mashtrimit, thyrjen e një besimi që kur nuk duhej të ishte thyer. Por nuk kishte kohë për të mbetur duke u menduar. Kishte gjëra të rëndësishme për të njoftuar, ndryshime që duheshin bërë, një kompani që duhej të rindërtohej mbi baza më të forta dhe më njerëzore. Shikoi se cilën nga fytyrat rreth tavolinës, njerëz që punonin me të prej vitesh, disa prej dekadash, dhe pa tek ata të njëjtin tronditje dhe të njëjtën indinjat që ndjente edhe vetë. E di që të gjithë jeni të tronditur nga ajo që sapo zbuluam, tha Antoni, zëri i prerë por i ngarkuar me emocion. Edhe unë jam. Por nuk mund të lejojmë që kjo të shkatërrojë atë që kemi ndërtuar së bashku. Kjo kompani lindi nga vlera të forta, nga puna e ndershme, nga respekti për njerëzit. Dhe pikërisht te këto vlera duhet të kthehemi. Prandaj dua të njoftoj tani një ndryshim të rëndësishëm që kam planifikuar prej kohësh, por që kur nuk e kisha gjetur momentin e duhur për ta zbatuar. Të gjithë i kushtuan vëmendje, duke harruar për një moment skandalin që sapo kishte shpërthyer. Antoni vazhdoi. Do të krijoj Institutin Gjoni për Zhvillim Social. Do të jetë një organizatë jo fitimprurse, e financuar me burime nga kompania dhe me partneritete që do të kërkojmë, e dedikuar për të ndihmuar fëmijët dhe adoleshentët në situatë të vështirë. Do të ofrojmë arsim cilësor, mbështetje psikologjike, aftësim profesional, strehim të përkohshëm kur është e nevojshme, dhe mbi të gjitha, dinjitet dhe shpresë. Dua që ky institut të jetë një trashëgimi e vërtetë, diçka që shkon shumë përtej fitimeve dhe bilanceve financiare. Pati murmurima miratimi rreth tavolinës. Një nga këshilltarët, një zotëri me flokë të bardhë i quajtur Doktor Marku që kishte qenë ortak minoritar i Antonit që nga vitet e para të kompanisë, ngriti dorën. Anton, të gjithë e dim se kjo ka qenë gjithmonë një dëshirë e jotja. Dhe mendoj se flas në emër të gjithëve këtu kur them se e mbështesim plotësisht këtë iniciativë. Por a mund të pyes se çfarë të bëri të vendosësh se tani ishte koha e duhur? Antoni buzëqeshi trishtueshëm. Një djalë 10 vjeç më kujtoi se çfarë ka vërtet rëndësi. Më kujtoi se kush isha unë para se të kisha gjithë këtë.
dhe më bëri të kuptoj se nëse nuk bëj diçka tani, ndoshta nuk do ta bëj kurrë. Ai pastaj tregoi në detaje historinë e Gentit. Tregoi për zarfin e gjetur në Plera, për vendimin e djalit për ta kthyer në vend që ta injoronte, për poshtërimin që kishte pësuar nga duart e Valbonës, për historinë e nënës së tij dhe se si kishte përfunduar në rrugë. Kur mbaroi së foluri, nuk kishte asnjë sy të thatë në sallë. Doktor Marku pastroi syzet me një shami, qartësisht i emocionuar. Ky djalë do të jetë përfituesi i parë i institutit? Antoni tundi kokën në shenjë pohimi. Ai tashmë po merr kujdesin e nevojshëm. Fiona, recepcionistja jon që ishte e vetmja person mjaftueshëm i denjë për ta trajtuar Gentin me respekt që në momentin e parë po ndihmon në koordinimin e gjithçkaje. Por po, Genti do të jetë i pari. Dhe shpresoj se do të jetë i pari i shumë të tjerëve. Në javët në vijim, jeta e Gentit filloi të ndryshonte në mënyra që ai kurrë nuk i kishte imagjinuar të mundshme. Antoni nuk bëri premtime boshe. I bëri të ndodhin. Punësoi një punonjëse sociale të quajtur Zonja Rozafa, një grua në moshë të mesme me përvojë në punën me fëmijët në situatë rruge, për të qenë koordinatorja e rastit të Gentit. Zonja Rozafa ishte një person i veçantë, nga ata që duket se kanë lindur për t'u kujdesur për të tjerët. Kishte flok kaçurel që po fillonin të thinjeshin, një buzëqeshje të përhershme në fytyrë dhe një durim të pafund. Ditën e parë që takoi Gentin, ajo nuk e trajtoi si një të mirë apo si një projekt social. E trajtoi si një person me dinjitet dhe respekt. Përshëndetje, Genti, tha ajo, duke i shtrënguar fort dorën. Unë quhem Rozafa dhe do të punoj me ty në muajt e ardhshëm për të siguruar që ti të kesh gjithçka që të nevojitet për të ndërtuar një jetë më të mirë. Por dua të lë një gjë të qartë që tani, unë nuk do t'i bëj gjërat për ty, do t'i bëj gjërat me ty, ti do të kesh zë, do të kesh zgjedhje, do të marrësh pjesë në të gjitha vendimet për jetën tënde. A jemi dakord kështu? Genti, i cili ishte mësuar me të rriturit që merrnin vendime për të ose thjesht injoronin ekzistencën e tij, u befasua. Tundi kokën në shenjë pohimi, ende duke përpunuar se dikush po i kërkonte vërtet mendimin për diçka. Hapi i parë ishte kujdesi për shëndetin. Genti kaloi një sër ekzaminimesh mjekësore të plota. Zbuluan se ishte i kequshyer me anemi, disa mangësi vitaminash dhe probleme me dhëmbët që duheshin trajtuar. Asgjë që të ishte shumë e rënë nëse trajtohej në kohë, por gjithçka që pritej nga një fëmijë që kishte jetuar në rrugë. Filloi një trajtim ushqimor të mbikëqyrur me vakte të balancuara 3 herë në ditë. Në fillim, Genti hante sikur çdo vakt të ishte i fundit, shpejt dhe me frikën se dikush do t'ia merrte ushqimin. Por pak nga pak, ndërsa kuptoi se ushqimi vinte rregullisht, filloi të hante më ngadalë, të shijonte, të zgjidhte atë që i pëlqente dhe atë që nuk i pëlqente. Zonja Rozafa arriti të gjente një vend për Gentin në një strehë të përkohshme bashkiake që kishte partneritet me institutin që po krijonte Antoni. Nuk ishte një vend luksos, por ishte i pastër, i sigurt dhe kishte edukator social të trajnuar. Genti fitoi një krevat vetëm për të, me çarçaf të pastër dhe një batanie të butë. Natën e parë, shtrirë në atë krevat, duke shikuar tavanin e lyer me të bardhë, Genti qau. Qau nga lehtësimi, qau nga malli për nënën, qau nga frika se gjithë kjo ishte vetëm një ëndër dhe ai do të zgjohej përsëri mbi kartonët e portit. Por nuk ishte ëndër. Ishte e vërtetë. Paralelisht me kujdesin shëndetësor dhe strehimin, filloi edhe mbështetja psikologjike. Genti u prezantua me një psikologe të quajtur doktoresha Pranvera, një grua e re me sy të butë që punonte me fëmijë të traumatizuar prej shumë vitesh. Seancat e para ishin të vështira. Genti nuk donte të fliste, nuk donte të hapej, kishte frikë se nëse do të tregonte gjithçka që ndjente, gjithçka që kishte kaluar, do të konsiderohej i dobët ose problematik dhe do të humbiste ndihmën që po merrte. Por doktoresha Pranvera nuk e presiononte. Vetëm qëndronte aty e disponueshme, duke krijuar një hapësirë të sigurt ku Genti mund të ishte ai që ishte pa frikën e gjykimit. Pak nga pak, Genti filloi të fliste. Foli për nënën, për ditën kur ajo kishte vdekur, për frikën që ndjente çdo natë në rrugë, për vetminë, për urinë, për ndjesinë e të qenit i padukshëm për botën. Foli gjithashtu për zemërimin që ndjente, padrejtësinë e gjithçkaje, pse ai dhe jo fëmijë të tjerë, pse nëna duhej të sëmurej, pse bota ishte kaq mizore. Dhe doktoresha Pranvera dëgjonte gjithçka, vlerësonte çdo ndjenjë, e ndihmonte Gentin të kuptonte se gjithçka që ndjente ishte normale, ishte e pritur, ishte njerëzore.
Ti ke kaluar gjëra që asnjë fëmijë nuk duhet t'i kaloj, Genti, tha ajo në një nga seancat. Dhe fakti që ti je këtu, i gjallë, i shëndosh, duke u përpjekur të ndërtosh një jetë më të mirë, tregon se sa i fortë je. Kur mos dysho në forcën tënde. Ndërsa gjithë kjo ndodhte, Antoni punonte pa u lodhur në strukturimin formal të institutit. Punësoi një ekip të specializuar në menaxhimin e ojqve, hapi një llogari bankare specifike për burimet e institutit, filloi të kërkonte partneritete me shkolla, universitete, kompani që donin të kontribuonin. Lajmi i një biznesmeni miliarder që krijonte një institut social pasi ishte shpëtuar nga një djalë rruge u përhap në media si zjarri në kashë të thatë. Gazetarët donin të intervistonin Antonin, donin të intervistonin Gentin, donin të fotografonin, të filmonin, ta shndërronin gjithçka në një histori sensacionale. Por Antoni e mbrojti Gentin me egërsi nga ky ekspozim. Refuzoi të gjitha intervistat që përfshinin djalin, dha urdhra të rrept që askush të mos i bënte foto pa autorizim, siguroi që privatësia e Gentit të respektohej mbi gjithçka. Genti nuk është një pjesë reklamimi, tha Antoni në një konferencë shtypi që e dha vetëm për media. Ai është një fëmijë që meriton të rritet në paqe, larg projektorëve, duke ndërtuar jetën e tij në ritmin e vet. Instituti do të ekzistojë për të ndihmuar jo vetëm atë, por qindra fëmijë të tjerë. Dhe të gjithë ata meritojnë dinjitet, jo mëshirë apo spektakularizim. Qëndrueshmëria e Antonit në mbrojtjen e Gentit i solli edhe më shumë respekt nga shoqëria dursake. Donacionet për institutin filluan të mbërrinin. Biznesmen lokal u ofruan të kontribuonin, persona fizik dërgonin shuma simbolike por plot kuptim, shkolla u ofruan të jepnin bursa studimi. 3 muaj pas asaj dite kur Genti kishte hyrë në ndërtesën e grupit Gjoni me një zarf të ndotur në duar, jeta e tij ishte e panjohshme. Po jetonte në Stre, ndiqte mësimet rregullisht në një shkollë të mirë publike, bënte kontrolle mjekësore dhe psikologjike javore, mësonte të besonte përsëri të rriturit, bënte miq të moshës së tij që ishin gjithashtu në Stre. Trupi i tij ishte më i shëndetshëm, kishte shtuar peshë, fytyra kishte ngjyra në vend të zbejes së sëmur të mëparshme. Dhëmbët i ishin trajtuar, flokët të prerë, rrobat ishin të pastra dhe në gjendje të mirë. Por më shumë se gjithçka, ajo që kishte ndryshuar ishte shkëlqimi në sy. Genti kishte filluar të buzëqeshte përsëri. Kishte filluar të ëndërronte përsëri. Kishte filluar të besonte përsëri se e ardhmja mund të ishte ndryshe nga e kaluara. Antoni e vizitonte Gentin rregullisht. Jo në mënyrë invazive apo të tepruar, por mjaftueshëm që djali të dinte se nuk ishte vetëm, se kishte dikë që kujdesej për të, që besonte tek ai. Ndonjëherë ata thjesht bisedonin, ulur në një stol parku, duke ngrënë akullore dhe duke folur për gjëra të thjeshta, për futboll, për shkollën, për ëndrat e Gentit për të ardhmen. Herë të tjera Antoni e merrte Gentin për të njohur vende, akuariumin e qytetit, kopshtin botanik, pikën e vështrimit në kodrën e vilës nga ku shihej i gjithë qyteti i Durrësit i shtrirë poshtë si një hartë e gjallë. Në një nga këto vizita, kur ishin në pikën e vështrimit duke vëzhguar qytetin, Genti pyeti diçka që i kishte mbetur në kokë për javësh. Zoti Anton, pse po i bëni të gjitha këto për mua? Antoni shikoi djalin, pastaj qytetin poshtë, pastaj përsëri Gentin. Sepse ti më kujtove diçka që e kisha harruar, u përgjigj ai. Më kujtove se suksesi nuk vlen asgjë nëse humbasim njerëzillkun gjatë rrugës. Ti mund ta kishe injoruar atë zarf, mund të kishe përfituar nga situata, por nuk e bëre. Bëre atë që ishte e drejtë edhe kur ishte e vështirë. Kjo është e rrallë, Genti. Shumë e rrallë. Dhe dua të dish se mirësia nuk është dobësi. Është forca më e madhe që ekziston. Genti qëndroi në heshtje për një moment duke përpunuar ato fjalë. Pastaj tha, me zë të ulët, nëna ime thoshte kështu. Se të bësh gjën e duhur ndonjëherë dhemb, por është ajo që të lë të flesh i qetë natën. Antoni ndjeu një ny në fyt. Nino Gjout ishte një grua e mençur, Genti. Shumë e mençur. Dhe ajo do të ishte krenare për ty, shumë krenare. Genti ndjeu lotët t'i ngjiteshin por nuk i mbajti. I la të rridhnin lirshëm në përfytyrë ndërsa shikonte qytetin që kishte qenë kaq mizor me të, por që tani, në një farë mënyre, fillonte të dukej si një vend ku ai mund të përkiste. Ndërkohë, rasti i Valbona Dedës ndiqte kursin e tij në drejtësi. Provat ishin aq të forta saqë ajo as nuk u përpoq ta mohonte mashtrimin.
Avokati i saj negocioi një marrëveshje për bashkëpunim me drejtësinë ku ajo dorëzoi të tjerë të përfshirë në skem, disa furnitorë që merrnin rishfete, disa punonjës që bënin një syqor. Në këmbim, arriti të ulte pak dënimin që ndoshta do të merrte. Por edhe me marrëveshjen, dëmi në jetën e saj ishte total. Reputacioni i saj ishte shkatëruar, askush në treg nuk donte ta punsonte, miqt ishin larguar, familja ishte e turpëruar. Ajo që kishte kaluar vite duke ndërtuar një imazh të një ekzekutive të suksesshme dhe të fuqishme, tani njihej vetëm si gruaja që kishte vjedhur miliona dhe ishte demaskuar nga një djalë rruge. Grupi Gjoni, nga ana tjetër, u rikuperua shpejt nga skandali. Antoni zbatoi kontrolle të reja të brendshme, punsoi një kompani auditimi të jashtëm për të rishikuar të gjitha proceset dhe më e rëndësishmja, ndryshoi kulturën e kompanisë. Krijoi një kod të rrept etike, zbatoi kanale anonime denoncimi, filloi të vlerësonte më shumë karakterin e njerëzve sesa vetëm kualifikimet e tyre teknike. Kompania filloi të shihej si një shembull se si mund të bëhet biznes në mënyrë etike dhe të përgjegjshme. Dhe instituti që Antoni kishte krijuar u bë Xhevahiri i Kurorës, projekti që sillte më shumë krenari për të gjithë korporatën. 6 muaj pas asaj dite fatidike, Instituti Gjoni për Zhvillim Social u inaugurua zyrtarisht. Antoni kishte blerë dhe rinovuar një ndërtesë të vjetër në qendër të Durrësit, duke e shndërruar atë në një hapësirë mikpritëse dhe funksionale. Kishte klasa, bibliotekë, sallë informatike, hapësirë shoqërore, zyra për këshillim psikologjik dhe mjekësor, kuzhinë komunitare dhe madje edhe një fushë të vogël sporti në Tarac. Ekipi përbëhej nga edukator social, psikolog, punonjës social, mësues, të gjithë të trajnuar dhe të përkushtuar ndaj misionit për të transformuar jetë. Inaugurimi u caktua për një të shtunë me diell në nëntor. Ceremonia do të ishte e vogël, intime, vetëm me disa autoritete lokale, partner të institutit, antar të bordit të kompanisë dhe sigurisht, fëmijët e parë që do të ndiqeshin mes tyre edhe Genti. Antoni kishte përgatitur një fjalim, por kur erdhi koha për të folur, me të gjithë të mbledhur në oborin e brendshëm të institutit, fjalët e përgatitura u dukën të pamjaftueshme. Shikoi fëmijët të ulur në karriget e rreshtit të parë, të gjithë të rregulluar me rroba të reja, sytë që shkëlqenin nga pritja, dhe ndjeu një emocion aq të madh saqë pothuajse nuk mundi të fillonte të fliste. Kur isha fëmijë, filloi Antoni, zëri i dridhej, jetoja në një barak druri në Kodrën e Gjelbër. Prindërit e mi ishin punëtor krahu, njerëz të ndershëm por pa shkollë, pa mundësi. U rrita duke parë pabarazin nga afër, duke parë se si disa njerëz kishin gjithçka ndërsa të tjerët nuk kishin asgjë. Dhe i premtova vetes se nëse një ditë do të kisha sukses, nëse një ditë do të arrija të fitoja, do ta përdorja këtë për të ndihmuar ata që ende luftonin. Por e pranoj se e humba këtë nga sy. U bëra aq i zënë duke ndërtuar kompaninë, duke grumbulluar pasuri, saqë e harrova këtë premtim. Derisa një djalë 10 vjeç ma kujtoi. Ai kërkoi Gentin me sy dhe djali, i ulur në rreshtin e parë pranë zonjës Rozafa, ndjeu faqet t'i nxeheshin nga vëmendja. Antoni vazhdoi. Genti mund ta kishte injoruar një zarf që e gjeti në plehra. Por nuk e injoroi. Mund të ishte përpjekur të përfitonte nga situata. Por nuk u përpoq. Bëri thjesht atë që ishte e drejtë, duke mos pritur asgjë në këmbim, sepse kështu e kishte mësuar nëna e tij. Dhe duke bërë këtë, jo vetëm që shpëtoi kompaninë time nga një mashtrim milioner, por shpëtoi edhe shpirtin tim. Më kujtoi se çfarë ka vërtet rëndësi. Më kujtoi se vlera si ndeshmëria, integriteti dhe mirësia janë më të rëndësishme se çdo fitim, çdo pushtet, çdo status. Antoni bëri një pauzë, fshiu diskretisht sytë. Ky institut ekziston për shkak të Gentit. Por do të ekzistojë për të gjithë fëmijët dhe adoleshentët që kanë nevojë për një shans, për një mundësi, për dikë që beson tek ata. Ne nuk do të ofrojmë bamirësi. Ne do të ofrojmë dinjitet. Ne nuk do të ofrojmë mëshirë. Ne do të ofrojmë respekt dhe mundësi reale. Dhe shpresoj që nga këtu të dalin njerëz që do të transformojnë jo vetëm jetët e tyre, por jetën e gjithë shoqërisë sonë. Sepse kur investojmë te fëmijët tanë, kur besojmë tek ata, kur u japim mjetet e nevojshme, nuk ka kufi për atë që mund të arrijnë. Duartrokitjet ishin të gjata dhe të ngrohta. Shumë nga të pranishmit qanin hapur. Pas fjalimit u bë ceremonia tradicionale e prerjes së shiritit, me Gentin që u ftua nga Antoni për të mbajtur gërshërët së bashku me të. Kur shiriti u pre dhe të gjithë duartrokitën përsëri, Genti ndjeu një gëzim aq të pastër, aq të plot, saqë mendoi se zemra do t'i shpërthente në gjoks.
Në atë moment, me diellin që i binte në fytyrë dhe zhurmën e duar trokitjeve që i mbushte veshët, ai ndjeu praninë e nënës. Jo në mënyrë të mbinatyrshme apo mistike, por në mënyrë të thellë dhe të vërtetë. Ndjeu se zonja Drita do të ishte krenare për të. Ndjeu se i kishte nderuar mësimet e saj. Ndjeu se nuk e kishte tradhtuar besimin që ajo i kishte dhënë para se të largohej. Pas ceremonisë zyrtare, të gjithë u ftuan për një meze komunitare në mensën e institutit. Kishte ushqime të kripura, ëmbëlsira, lëngje, pije freskuese, të gjitha të bëra me kujdes nga ekipi i kuzhinës. Fëmijët hanin dhe bisedonin me gjallëri, tashmë duke filluar të bënin miqësi me njëri tjetrin. Të rriturit qarkullonin duke biseduar për hapat e ardhshëm, për sfidat që do të vinin, për ëndrat që të gjithë ndanin për ta bërë atë institut diçka vërtet transformuese. Fiona, recepcionistja që kishte qenë personi i parë që e kishte trajtuar Gentin me mirësi atë ditë të largët, ishte aty gjithashtu, duke biseduar me zonjën Rozafa për ide për aktivitete jashtëshkollore. Antoni qarkulloi nëpër mens, duke përshëndetur të gjithë, duke falënderuar partnerët dhe donatorët, por gjithmonë duke e mbajtur Gentin në cep të syrit. Shite se si djali ndërvepronte me fëmijët e tjerë, ende pak i turpshëm, por dukshëm më i sigurt se sa ishte muaj më parë. Shite se si buzëqeshte, se si syt i shkëlqenin, se si dukej se më në fund po gjente vendin e tij në boll. Dhe Antoni e dinte me siguri absolute se kishte bërë gjën e duhur. Se të gjitha paratë e investuara, e gjithë koha e dedikuar, e gjithë përpjekja e shpenzuar, ja kishin vlerëtur. Në fund të pasdites, kur të ftuarit filluan të largoheshin dhe lëvizja në institut u paksua, Antoni e thiri Gentin për një bisedë private. Shkuan në bibliotekën e institutit, një hapësirë komode me rafte druri plot me libra të rinj, koltuqe të rehatshme dhe dritare të mëdha që lejonin dritën e diellit perëndues të hynte. U ulën krah për krah në një nga koltuqet dhe qëndruan aty në heshtje për disa momente, vetëm duke shijuar qetësinë e vendit. Genti, tha Antoni më në fund, duke thyer heshtjen. Ti e di që ky institut ekziston për shkakun tënd. Por dua të dish gjithashtu se ti nuk më detyrohesh asgjë. Nuk më detyrohesh mirënjohje të përjetshme, nuk më detyrohesh besnikëri të verbër, nuk më detyrohesh asgjë. Ajo që bëm këtu ishte të njihnim diçka që duhet të ishte e qartë, të drejtën e çdo fëmije për të pasur mundësi, për të pasur kujdes, për të pasur një të ardhme. A më kupton? Genti tundi kokën në shenjë pohimi, por Antoni vazhdoi. Dua që ti të rritesh duke e ditur se jeta jote të përket ty, vazhdoi Antoni, fjalët i dilnin nga zemra. Se ti mund të bësh zgjedhje, të ndjekësh rrugët e tua, të jesh kushto që dëshiron të jesh. Nuk ke nevojë të ndihesh i presionuar për të qenë i përsosur, për të qenë shembull për askënd, për të përmbushur pritshmëri. Ti vetëm duhet të jesh vetvetja, i ndershëm, i vërtet, ashtu siç të mësoi nëna jote. Pjesa tjetër do të rregullohet natyrshëm. Genti e shikoi Antonin me sy plot emocion. E di, zoti Anton. Dhe e di gjithashtu se ju nuk i bëtë të gjitha këto duke pritur asgjë në këmbim. Por dua që ju të dini se kjo ma ndryshoi jetën. Ma ndryshoi vërtet. Më parë, mendoja se nuk kisha të ardhme, se do të vdisja në rrugë si shumë njerëz që vdesin. Tani e di se mund të bëhem diçka. Mund të studioj, të kem një punë të vërtet, të ndihmoj njerëz të tjerë siç po më ndihmoni mua. Antoni buzëqeshi, sytë i ishin mbushur me lodh. Pikërisht kështu, Genti. Ti e kape thelbin e gjithçkaje. Nuk bëhet fjalë që ti të më falënderosh përjetësisht. Bëhet fjalë që ti të jetosh mirë, të rritesh mirë dhe kur të vijë radha jote, të ndihmosh edhe njerëz të tjerë. Kështu e ndryshojmë botën, një veprim mirësie në një kohë, një person duke ndihmuar tjetrin. Të dy qëndruan aty ulur në bibliotekën e heshtur, dy qenie njerëzore të ndara nga dekada moshe dhe botë përvoje, por të bashkuar nga diçka shumë më e fortë se çdo ndryshim, besimi i përbashkët se mirësia ka rëndësi. Se të bësh gjën e duhur ka rëndësi, se çdo person ka vlerë pavarësisht se nga vjen apo sa ka. Javët pas inaugurimit të institutit ishin të një aktiviteti intensiv. Fëmijët filluan mësimet e rregullta, si akademike ashtu edhe përforcuese, në varësi të nevojave të secilit. U zhvilluan punëtori arti, muzike, sporti. Biblioteka ishte gjithmonë plot me fëmijë që zbulonin kënaqësinë e leximit. Salla e informatikës ishte gjithmonë e kërkuar, madje me vajza që mësonin të përdornin kompjuteret, shumë prej tyre për herë të parë në jetë.
Hapësira e shoqërimit u shndërrua në një vend të qeshurash, miqësisht që lindnin, fëmijësh që më në fund mund të ishin fëmijë në vend të rriturve të vegjël që luftonin për të mbijetuar. Genti u dallua veçanërisht në lëndën e letërsisë. Zbuloi se e donte leximin, se e donte të humbiste në histori të botëve të tjera, jetëve të tjera, mundësive të tjera. Mësuesja e gjuhës shqipe, zonja Mimoza, një zonjë me syze me ngjyra dhe entuziazëm ngjitës, vuri re talentin e djalit dhe filloi ta inkurajonte të shkruante historitë e tij. Në fillim, Genti kishte turp, mendonte se historitë e tij nuk ishin mjaftueshëm të mira. Por zonja Mimoza ishte këmbëngulëse. Ti ke një zë unik, Genti, i thoshte ajo. Një perspektivë që pak e kanë. Të shkruash për atë që ke jetuar, për atë që ke ndjer, mund të ndihmoj njerëz të tjerë që po kalojnë të njëjtat gjëra. Mund t'i bëj të ndihen më pak të vetmuar. Kështu Genti filloi të shkruante. Tekste të vogla në fillim, vetëm paragraf të shkëputur për kujtimet e nënës, për netët në rrugë, për frikën dhe vetminë. Por pak nga pak tekstet u rritën, fituan strukturë, u bën histori të plota. Dhe ishin histori të fuqishme, të papërpunuara, të ndershme, plot emocion real. Zonja Mimoza ishte e impresionuar me pjekurinë emocionale të Gentit, me aftësinë e tij për të transformuar dhimbjen në art në një nga takimet mujore që Antoni kishte me edukatorët e institutit për të ndjekur progresin e fëmijëve. Zonja Mimoza tregoi disa tekste të Gentit. Antoni lexoi çdo fjalë me vëmendje në rritje, duke ndjer një krenari të thellë, por edhe një trishtim kur shite në fjalët e djalit gjithë vuajtjen që ai kishte kaluar. Ky djalë ka një dhunti, tha zonja Mimoza. Dhe më e rëndësishmja, ka diçka për të thënë. Duhet të vazhdojmë ta inkurajojmë. Antoni ra dakord menjëherë. I bleu Gentit një koleksion librash të shkrimtarëve të mëdhenj shqiptar, Kadare, Agolli, Kuteli. I bleu gjithashtu fletore të bukura, stilolapsa cilësor, gjithçka që Genti kishte nevojë për të vazhduar zhvillimin e shkrimit të tij. Kur ja dorëzoi dhuratat Gentit, i tha vetëm, vazhdo të shkruash, vazhdo të tregosh historitë e tua. Bota ka nevojë t'i dëgjoj. Një vit kaloi që nga ajo ditë kur Genti kishte gjetur zarfin në plerat e portit. Një vit që dukej si një jetë e tërë, kaq shumë gjëra kishin ndryshuar. Genti tani ishte 11 vjeç, ishte në klasën e 6, jetonte në një shtëpi strehimi më të strukturuar se streha fillestare, me vetëm 6 fëmijë të tjerë dhe 2 edukatorë rezidentë. Ishte i shëndetshëm, i ushqyer mirë, ndiqte rregullisht shkollën dhe merrte nota të mira. Kishte miq, kishte hobi, kishte ëndra. Donte të bëhej shkrimtar kur të rritej, donte të tregonte histori që ndihmonin njerëzit të kuptonin njëri tjetrin më mirë. Instituti Gjoni po lulëzonte. Tashmë ndiqte 50 fëmijë dhe adoleshentë rregullisht, kishte zgjeruar partneritetet me shkolla dhe kompani, merrte donacione të vazhdueshme nga persona fizik dhe juridik. Antoni kishte punësuar një drejtoresh ekzekutive për institutin, zonjën Teuta, një grua me 20 vjet përvojë në menaxhimin e ojqve, për të garantuar që gjithçka të funksiononte në mënyrë profesionale dhe të qëndrueshme. Instituti nuk ishte vetëm një iniciativë e bukur në letër. Ishte një organizat funksionale, efikase, që vërtet po ndryshonte jetën në mënyrë konkrete dhe të matshme. Valbona Dejda, nga ana tjetër, ishte dënuar me 5 vjet burg, me të drejtën për ta kryer në regjim gjysmë të hapur për shkak të bashkëpunimit me drejtësinë dhe marrëveshjes që kishte bërë. Por edhe me dënimin e reduktuar, jeta e saj ishte shkatëruar në mënyra që shkonin shumë përtej burgut fizik. Kishte humbur gjithçka që kishte ndërtuar, gjithë reputacionin, të gjitha marrëdhëniet, gjithë statusin. Ndonjëherë, në netët e heshtura të burgut, shtrirë në krevatin e ngushtë, Valbona mendonte për atë djalë rruge që e kishte poshtëruar. Mendonte se sa mizore kishte qenë, se si e kishte gjykuar atë vetëm bazuar në pamjen e jashtme, se si kishte supozuar më të keqen për qëllimet e tij. Dhe ndjente turp. Një turp të thellë dhe djegës që nuk kalonte me kohën, vetëm rritej. Në një nga seancat me psikologen e burgut, Valbona më në fund rrëfeu atë që e mundonte më shumë. Nuk është as burgu, tha ajo, zëri i thyej. Është të dish se unë isha e aftë ta trajtoja një fëmijë në atë mënyrë. Një fëmijë që vetëm po përpiqej të bënte gjën e duhur. E shikova atë dhe pash asgjë. Asnjë vlerë, asnjë njerëzillë. Pash vetëm dikë që nuk meritonte kohën apo konsideratën time. Dhe tani e kuptoj se ajo që nuk kishte njerëzillëk isha unë. Psikologjia dëgjoi me vëmendje. Dhe çfarë mund të bësh me këtë ndërgjegjësim tani, Valbona?
Valbona fshiu lotët që I rridhnin në përfytyrë. Nuk e di nëse mund të bëj diçka. Por ndoshta, kur të dal nga këtu, mund të përpiqem të jem një person më I mirë. Mund të përpiqem të kompensoj për të keqen që kam bërë. Nuk e di nëse do të jetë e mjaftueshme, por duhet të përpiqem. Ndërkohë, jeta në Durrës vazhdonte rrjedhën e saj natyrale. Qyteti vazhdonte të ishte një qytet kontradiktash, ku pasuria dhe varfëria bashkëjetonin krah për krah, ku deti përplasej në plazhe indiferent ndaj dramave njerëzore, ku porti vazhdonte të priste anije nga E gjithë bota. Por tani kishte diçka ndryshe. Kishte Institutin Gjoni, një fener shprese në mes të pabarazisë. Kishte histori transformimi që ndodhnin çdo ditë, fëmijë që më parë nuk kishin asgjë tani ëndërronin për të ardhme të ndritura. Dhe kishte Gentin, djalin që e kishte filluar gjithë këtë thjesht duke bërë atë që ishte e drejtë. Një të shtunë pas dite, 2 vjet pas asaj dite fatidike, Antoni e ftoi Gentin për një shëtitje. Shkuan me makinë deri në kodrën e gjelbër, të njëjtën kodër ku Antoni ishte rritur dekada më parë. U ngjitën nëpër rrugët e ngushta dhe dredha, duke kaluar pranë barakave prej druri dhe tullash, fëmijëve që luanin zbathur në rrugica, grave që shtrinin rroba në telat e improvizuar. Antoni e ndaloi makinën në një pikë vështrimi natyrore, një pikë e lartë e kodrës nga ku shihej I gjithë qyteti poshtë. Dolën nga makina dhe qëndruan aty duke vëzhguar pamjen. Unë kam lindur atje, tha Antoni, duke treguar një zonë specifike të kodrës. Në atë barakën blu që po sheh, ose të paktën aty ku kishte një barak blu shumë kohë më parë. Babai im punonte në port, nëna ime lante rroba. Ne nuk kishim pothuajse asgjë, por kishim dinjitet. Kishim dashuri. Kishim vlera. Genti shikoi vendin që tregonte Antoni, duke u përpjekur të imagjinonte biznesmenin miliarder si një djalë të varfër që jetonte atje. Është e çuditshme të mendosh se ju erdhët nga këtu dhe arritët aty ku jeni. Antoni buzëqeshi. E di, Genti, për një kohë të gjatë doja të harroja se vija nga këtu. Doja ta fshija këtë pjesë të historisë sime, të pretendoja se gjithmonë kisha qenë I pasur, gjithmonë kisha pasur sukses. Kisha turp nga origjina ime. Por ti më kujtove se nuk ka asnjë turp të vish nga poshtë. Turpi është të harrosh se nga ke ardhur. Është të humbasësh njerëzillkun gjatë rrugës. Është të trajtosh njerëz të tjerë si inferior për shkak të vendit nga vinë ose çfarë kanë. Ti, 10 vjeç dhe duke jetuar në rrugë, kishe më shumë dinjitet se unë 50 vjeç dhe me miliarda në bankë. Ti më mësove përsëri se çfarë ka vërtet rëndësi. Genti qëndroi në heshtje për një moment duke përpunuar ato fjalë. Pastaj tha, zëri I ulët por I prerë, nëna ime thoshte se ari I vërtet nuk ndryshket. Se mund të jemi të ndotur nga jashtë, por nëse jemi të pastër nga brenda, këtë askush nuk ta heq. Mendoj se ajo do të thoshte se ju jeni ari I vërtet, zoti Anton. Sepse ju mund të më kishit injoruar, mund ta kishit lënë gjithë atë të kalonte, por nuk e bëtë. Ju bëtë gjën e duhur edhe kur ishte e vështirë. Antoni ndjeu lotët ti ngjiteshin. Ne të dy bëm gjën e duhur, Genti. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Në fund të fundit, kur heqim gjithçka, pasurinë, statusin, pushtetin, ajo që mbetet është vetëm kjo, a bëm gjën e duhur apo jo? A ishim të mirë apo jo? A ndihmuam apo dëmtuam? Dhe dua të dish se ti, me zgjedhjen tënde të thjeshtë për të kthyer një zarf, ndihmove më shumë njerëz se sa mund të imagjinosh. Më ndihmove mua, ndihmove 50 fëmijët që janë në institut tani, ndihmove qindra që do të kalojnë ende atje, ndihmove madje edhe Valbonën në një mënyrë të çuditshme, sepse e detyrove të përballej me atë që ishte vërtet. Ata qëndruan në pikën e vështrimit derisa dielli filloi të perëndonte, duke pikturuar qiellin me portokalli, rozë dhe vjollës. Durrë si shtrihej poshtë, I bukur dhe I papërsosur, një qytet kontradiktash, por edhe mundësish. Kur më në fund zbritëm përsëri në makinë, Genti u kthye nga Antoni dhe tha diçka që e kishte ruajtur prej kohësh. Zoti Anton, ju jeni babai që do të doja të kisha pasur. Nuk po e them këtë për të zëvendësuar baban tim të vërtet, që as nuk e njoha, apo nënën time. Por ju më bëni të ndihem I sigurt, më bëni të ndihem I rëndësishëm, më bëni të besoj se mund të bëhem dikush. Dhe kjo do të thotë më shumë për mua se të gjitha gjërat e tjera që keni bërë. Antoni duhej të ndalonte së ecuri sepse lotët e verbuan.
Përqafoi Gentin pikërisht aty në rrugë, një përqafim i gjatë dhe i shtrënguar, dhe i përshpëriti në vesh djalit, ti e gjëja më e rëndësishme që ka ndodhur në jetën time, Genti. Më e rëndësishme se të gjitha parat, gjithë suksesi, gjithçka. Ti më kujtove pse ja vlen të jesh gjallë. Qëndruan kështu për disa momente, dy qenie njerëzore të lidhura nga diçka shumë më e madhe se gjaku apo gjenetika, të lidhura nga zgjedhjet, nga vlerat e përbashkëta, nga dashuria e sinqertë. Vitet në vijim sollën më shumë rritje, më shumë ndryshime, më shumë histori transformimi. Genti u rrit, kaloi në gjimnaz, vazhdoi të shkruante, vazhdoi të ishte një nxënës i përkushtuar. Dje me vajza të tjera kaluan nëpër institut, secili me historitë e tyre, dhimbjet e tyre, ëndrat e tyre. Disa vazhduan në universitete, të tjerë në kurse teknike, të tjerë në punë të denja që u lejonin të mbanin veten dhe familjet e tyre. Çdo histori ishte unike, çdo transformim ishte personal, por të gjitha kishin një gjë të përbashkët, mundësinë për të rifilluar, për të ndërtuar një të ardhme ndryshe nga e kaluara. Antoni vazhdoi në krye të grupit Gjoni, por tani me një qëllim të ri për të rirë. Nuk punonte vetëm për të grumbulluar më shumë pasuri. Punonte për të gjeneruar më shumë burime që mund të investoheshin në institut, në iniciativa të tjera sociale, për të bërë një ndryshim real në jetën e njerëzve. U bë një figurë e respektuar jo vetëm për suksesin empresarial, por kryesisht për karakterin, bujarinë, njerëzillëkun. Jepte leksione në universitete për përgjegjësinë sociale të korporatave, për etikën në biznes, për mënyrën se si është e mundur të kesh sukses financiar pa humbur shpirtin në proces. Dhe gjithmonë, në çdo leksion, në çdo intervistë, Antoni tregonte historinë e Gentit. Tregonte për djalin që kishte gjetur një zarf dhe kishte vendosur ta kthente. Tregonte për poshtërimin që ai kishte pësuar, për mashtrimin që ishte ekspozuar, për mënyrën se si gjithë kjo kishte ndryshuar jo vetëm jetën e Gentit, por edhe jetën e tij. Dhe gjithmonë e mbyllte duke thënë të njëjtën gjë, gjestet e vogla të mirësisë mund ta ndryshojnë botën. Kur mos e nënvlerësoni fuqinë e të bërit gjën e duhur. Genti, tani 15 vjeç, ende mbante kontakte të afërta me Antonin. Vizitonte rregullisht zyrën, bisedonte për planet e tij për të ardhmen, kërkonte këshilla, ndante arritjet dhe dyshimet e tij. Ishte bërë një i ri i artikuluar, i sigurt por i përulur, inteligjent dhe thellësisht empatik. Shkruante vazhdimisht, kishte fituar disa konkurse letrare për shkrimtar të rinj, ëndërronte të botonte një libër një ditë duke treguar historinë e tij dhe historitë e fëmijëve të tjerë që kishin kaluar situata të ngjashme. Një pasdite dhjetori, me durrësin që përjetonte atë nxehtësi të lagësht karakteristike të verës, Genti ishte në institut duke ndihmuar në organizimin e një feste fundviti për të gjithë fëmijët e ndjekur. Ishte bërë një lloj mentori jo formal për më të vegjëlit, veçanërisht për ata që vinin të frikësuar, dyshues, pa besuar se gjëra të mira mund të ndodhnin atyre. Genti e kuptonte saktësisht se çfarë ndjenin ata sepse kishte ndjerë të njëjtën gjë. Dhe përdorte historinë e tij si shembull, si provë se ishte e mundur, po, të rindërtoje jetën, po, të gjeje një rrugë më të mirë. Në atë moment, ndërsa ndihmonte të varte zbukurime me ngjyra në mens, duke qeshur me fëmijët që vraponin sa andej këtej të emocionuar për festën, Genti pati një epifani. Kuptoi se ishte i lumtur. Sinqerisht, thellësisht i lumtur. Jo sepse kishte harruar të kaluarën apo sepse dhimbja e humbjes së nënës ishte zhdukur. Por sepse kishte gjetur një qëllim, kishte gjetur njerëz që kujdeseshin për të, kishte gjetur një vend ku përkiste. Dhe më e rëndësishmja, e kishte mbajtur integritetin e tij të paprekur. Nuk e kishte lejuar ashpërsinë e jetës ta shndërronte në një person të hidhur apo mizor. Kishte zgjedhur çdo ditë të ishte personi që nëna e kishte rritur të ishte. Kur festa më në fund u mbajt, ishte një sukses i zhurmshëm dhe i gëzueshëm. Kishte muzikë, ushqim, lojra, të qeshura. Fëmijët të gjitha moshave përziheshin, disa që ishin në institut prej vitesh, të tjerë që kishin ardhur vetëm pak javë më parë. Të gjithë të bashkuar nga përvoja e përbashkët e të qenit të harruar nga bota dhe pastaj të gjetur, të strehuar, të vlerësuar. Antoni ishte aty gjithashtu, jo si presidenti i bordit apo bamirësi i madh, por thjesht si Zoti Anton, njeriu që ulej në dysheme për të luajtur me fëmijët më të vegjël, që bisedonte si i barabartë me adoleshentët, që ishte i dashur dhe i respektuar jo për parat apo pushtetin, por për mirësinë e sinqertë. Në fund të natës, kur fëmijët tashmë po fillonin të lodheshin dhe festa po i afrohej fundit, Antoni kërkoi vëmendjen e të gjithëve. Kishte diçka që donte të thoshte.
Mensa u bë e heshtur pak nga pak, të gjitha kokat u kthyen në drejtim të tij. Antoni nuk kishte përgatitur një fjalim formal. Foli nga zemra, siç bënte gjithmonë në raste vërtet të rëndësishme. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu sot, filloi ai. Që jeni pjesë e kësaj familjeje që kemi krijuar së bashku. Ky institut lindi nga një ide e thjeshtë, të gjithë meritojnë një shans. Të gjithë meritojnë dinjitet. Të gjithë meritojnë të shihen, të dëgjohen, të vlerësohen. Dhe ju jeni prova e gjallë se kur u japim njerëzve atë që u nevojitet, mjete, mbështetje, dashuri, ata lulëzojnë në mënyra të mrekullueshme. Ai kërkoi Gentin me sy dhe buzëqeshi. Gjithë kjo filloi me një djalë që bëri gjën e duhur kur askush nuk po e shikonte. Një djalë që më mësoi përsëri se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Dhe shpresoj që të gjithë ju ta merrni këtë mësim me vete, gjithmonë bëni atë që është e drejtë, edhe kur është e vështirë, edhe kur askush nuk do ta di, edhe kur nuk ka shpërblim. Sepse kjo është ajo që përcakton se kush jemi vërtet. Fëmijët duartrokitën, disa pa e kuptuar plotësisht thellësinë e atyre fjalëve, por të gjithë duke ndjerë dashurinë dhe sinqeritetin pas tyre. Genti ndjeu gjoksin t'i mbushej me emocion, ndjeu sytë t'i digjinin, por ndjeu edhe një paqe të thellë. E dinte se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. E dinte se jeta e tij, sado e vështirë të kishte qenë fillimi, kishte kuptim. Kishte qëllim. Kishte rëndësi. Atë natë, pasi të gjithë u larguan dhe instituti mbeti i heshtur, Genti dhe Antoni qëndruan ulur në verandë, duke shikuar yjet që shkëlqenin me droj përmes ndotjes së dritës së qytetit. Qëndruan në heshtje të rehatshme për një kohë të gjatë, vetëm duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit. Pastaj Genti tha, pothuajse duke përshpëritur, mendoj se nëna ime do të ishte e lumtur duke parë gjithë këtë, duke parë se si u rregulluan gjërat. Antoni i vuri krahun rreth shpatullave të djalit. Jam i sigurt se ajo është e lumtur, Genti. Jam absolutisht i sigurt. Sepse ti u bëre pikërisht lloji i personit që ajo të rriti të jesh. I ndershëm, i mirë, i fortë. Ajo do të ishte shumë krenare. Dhe kështu, në yjet e Durrësit, një qytet ku një djalë rruge dhe një biznesmen miliarder ishin takuar përmes një zarfi të hedhur në plera, dy jetë të ndërthurura nga zgjedhje të drejta dhe mirësi e sinqertë, e ardhmja shtrihej plot mundësi. Nuk ishte një fund për allash ku të gjitha problemet zhdukeshin magjishëm. Ende kishte sfida përpara, ende kishte ditë të vështira, ende kishte një qytet të tërë plot pa barazi që duheshin përballur. Por kishte edhe shpresë. Kishte dashuri. Kishte sigurinë se gjestet e vogla të mirësisë mund, ta ndryshojnë botën. Një person në një kohë. Një zgjedhje në një kohë. Një zarf në një kohë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Gentit dhe Antonit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim transformimi, se si një gjest i thjesht ndershmërie ndryshoi jo vetëm një jetë, por shumë jetë, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. A do të bëni të njëjtën gjë si Genti? A do ta ktheni zarfin edhe pa pritur asgjë në këmbim? Lini reflektimin tuaj në komente. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na kujtojnë fuqinë e mirësisë, rëndësinë e integritetit dhe se si secili prej nesh ka fuqinë për të bërë një ndryshim në botë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Deri atëherë.